Një aksident në punë me pasojë vdekjen e një 38 vjeçari ka ndodhur në Vlorë. Policia tha se viktima ka qenë duke punuar në aeroportin e Vlorës, por ka rënë aksidentalisht nga lartësia. Rreth orës 15:40 në fshatin Akërni, në ambientet e aeroportit të Vlorës, dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht nga lartësia gjatë punimeve në terminal shtetasi DH 38 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Në kuadër të hetimeve për zbardhjen e plotë të rastit, do të merren në pyetje shtetasit përgjegjës për punimet në aeroport. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.